Gjykata e posaçme ka nisur një reflektim konkret të vendimit të gjykatës kushtetuese, i cili vendos kufin të qartë për praktikën e sekuestrimit të telefonave dhe pajisjeve elektronike nga Prokuroria e Posaçme kundër korrupsionit dhe krimit organizuar. Rasti i parë që sinjalizon ndryshimin e qasjes është regjistruar në gjykatën e apelit posaçëm. Kjo e fundit ka rrëzuar vendimin e shkallës së parë për sekuestrimin e telefonit të Ervina Gjanës, zyrtare e lartë e policisë së shtetit, duke vendosur kthimin e disa prej pajisjeve të marra gjatë kontrollit të banesës së saj. Në muajin dhjetor, gjykata e posaçme shkallës së parë për korrupsionin dhe krimin organizuar kishte refuzuar kërkesën e Gjanës për rikthimin e celularit e sekuestruar në kuadër të një hetimi të SPAK për një grup të dyshuar kriminal që dyshohet se ka abuzuar me tenderat e Agjencisë Kombëtare të Shoqërisë Informacionit, AKSHI. Gjatë kontrollit në banesën e saj dhe të bashkëtuesit, autoritetet sekuestruan 8 telefona celular dhe 2 laptop. Pas shqyrtimit të ankimimit, apeli vendosi të kthejë një pjesë të pajisjeve, duke sinjalizuar zbatimin e standardeve të reja të vendosura nga gjykata kushtetuese. Në të njëjtin vendim, apeli ka urdhëruar gjithashtu ndalimin e publikimit apo dekonspirimit të këtij vendimi deri në përfundimin e hetimeve paraprake. Në korrik të vitit kaluar, gjykata kushtetuese vendosi të kufizojë praktikën e ndjekur masivisht nga SPAK për sekuestrimin e telefonave, duke theksuar se pajisjet personale nuk mund të merren pa një vendim gjykate të posaçëm. Sipas këtij vendimi, prokuroria nuk ka të drejtë të sekuestrojë telefonat e personave nën hetim apo të personave të lidhur me ta pa autorizim gjyqësor.